Shqiptarët në diasporë vazhdimisht demonstrojnë suksese në sfera të ndryshme të jetës. Edhe Origjina Show vazhdon të udhëtojë në shtetet të ndryshme të botës për të sjellë profile e suksesi. Edhe sonte ky personazh të cilin ne do ta prezantojmë nuk është një profil i thjesht suksesi, mund të them është më tepër se sa një profil suksesi. Është një qytetare nderi e vlerësuar dhe shpallur nga një komunë në Gjermani, nga komuna Musingen. Është Albina. Le ta ndjekim kronikat. Komuna e Musingenit në Gjermani organizon çdo vit një ceremoni solemne e cila ka si qëllim nderimin e personaliteteve të shquara nga fusha të ndryshme të jetës. Ja, nun darf ich Frau Albina Bilanzi-Ciri zu uns auf die Bühne bitten. Këtë vit, titulli qytetare nderi ju akordua bashkëdhetarës ton Albina Bilanzi-Ciri, e cila vlerësua për kontributin e saj të jashtëzakonshëm intelektual dhe vullnetar në integrimin e shumë familjeve shqiptare dhe të tjera nga Ballkani në shoqërinë gjermane. Die Laudatio hält die städtische Integrationsbeauftragte Frau Dilek Aydin. Albina Bilanzi-Ciri shquhet edhe për angazhimin e saj si mësuese mësimit plotësues të gjuhës shqipe për fëmijët e emigrantëve, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kulturor të komunitetit shqiptar në diasporë. Në këtë ceremoni morën pjesë autoritetet të larta të komunës së Musingenit, përfaqësues të arsimit dhe kulturës, të cilët theksuan rëndësinë e këtij organizimi, duke shprehur mirënjohje për angazhimin e personaliteteve që kontribuojnë në forcimin e lidhjeve ndërkombëtare dhe integrimin e grupeve të ndryshme etnike në shoqërinë gjermane. Është kënaqësi shumë e madhe për mua dhe është me të vërtet, nuk di, një emocion i papërshkrueshëm, sepse sot kur mu lexua emrin në mes të gjitha atyre gjerman dhe isha unë vetëm shqiptare, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Jo në cilësinë vetëm se të përkthyeses ose çfarë kam bërë, por të them të drejtën, nuk e kam pritur as në ëndër se kam parë një gjë të tillë se do të vlerësohem ose do të shpërblehem me një çmim siç është qytetare nderi. Për mua, fakt, e thash edhe në emisionin tuaj, sepse Musingeni është një atë dhe i dytë për mua. Por sot, me këtë çmim, më bëri të ndihem edhe më e lumtur, të ndihem si në shtëpinë time. Ke hapësirë shumë të madhe dhe ke mundësi të shumta që ti të shpalosësh kulturën, traditën, çdo gjë që vjen nga origjina ose nga vendi atdheu ose nga vendi i origjinës. Prandaj unë kisha bërë thirrje të gjithë grave që mos të hezitojnë, le t'i thënë të gjitha tabut, të ndihmojnë, të duan, të punojnë, sepse nuk do të thotë asgjë s'është paraja. Asgjë s'është ajo që shpërblesh me ndonjë diçka që ka vlerë shumë, vlerë ka ky çmim, vlerë ka ajo që ma dhanë sot, vlerë ka ky titull, vlerë ka zemërgjërsia. Prandaj, ne jemi shqiptarë, ne kemi një zemër shumë të madhe dhe i lutem ose bëj thirrje të gjitha nënat, të gjitha motrat, të gjitha miket e mia, punoni, mundohuni, ndihmoni njerëzit, sepse një ditë do të shpërbleheni. Si që patë edhe ju, unë u kënaqa shumë kur pash korin, se kori ishte veshur kuqezi dhe mu duk si kur kanë bërë një marrëveshje me mua. Unë u vesha sepse unë jam e vetmja shqiptare, do të thotë që mora sot çmimin qytetare nderi, u vesha në flamurin ose me ngjyrat e flamurit ton kombëtar dhe këtë që kam në kokë ma bëri shoqja ime, të cilën e falenderoj shumë, sepse unë solla diçka tradicionale nga vendi im, nga atdheu im. Ja, also die Integrimi i publicisë shqiptare nga këndvështrimi im funksionon shumë mirë.
Ne kemi një shkollë ku mësohet gjua shqipe si gjuha anëtare. Deri tani kjo shkollë është financuar nga Landi Baden-Württembergut dhe ne do të dëshironim shumë të vazhdonim këtë projekt. Jam i gatshëm të kontaktoj edhe me konsullatën shqiptare me shpresë që kjo shkollë të mund të financohet edhe më tej. Kjo do të ishte shumë e rëndësishme për të vazhduar me këtë shkollë. Jam vërtet i lumtur që kemi njerëz si zonja Bilali Zeqiri, e cila është shumë e angazhuar këtu. Edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme. Fakti që ajo i përfshin dhe i mbështet bashkëdhetarët e saj këtu. Ky është integrim i vërtet dhe i gjallë. Në fund dua të falenderoj të gjithë dhe jam veçanërisht i gëzuar që sot patëm mundësinë ta nderojmë zonjën Bilali Zeqiri si një bashkëkombëse shqiptare që jeton me ne. Do të ishte kënaqësi për mua nëse do të mund të vazhdonim tutje me shkollën e gjuhëve anëtare. Në këtë drejtim jemi disi të varur edhe nga konsulanta në Stuttgart. Do të më gëzonte shumë nëse do të mund të realizoja një takim me konsullin për të diskutuar këtë çështje. Albinën e njoh prej kohësh. Rrugët tona janë kryqëzuar shumë herë, por hera e parë ka qenë në vitin 2019, ku ajo mori pjesë në një takim kafe me prindër që e organizoja unë. Atëherë isha koordinatore e atij projekti dhe më vonë, pra 2 vite më parë, u bëra udhëheqëse e zyres për integrim. Gjatë 6 viteve të fundit, kam parë dhe vërejtur se sa shumë punë bën ajo. Dhe pas 2 vitesh, ja dolëm që ajo të marrë çmimin qytetare nderi. Falë saj është krijuar një rrjet i madh. Falë saj po njohim gjithnjë më shumë njerëz nga Shqipëria ose Kosova. Dhe jo vetëm kaq, rrjeti po zgjerohet edhe më tej në të gjithë Ballkanin. Ajo na ndihmon edhe me përkthime nga maqedonishtja apo kroatishtja. Dhe përmes mbështetjes së saj, ne mund të ndihmojmë shumë më tepër njerëz që janë shpërngulur në mosingen dhe jemi pranë të gjithëve. Angazhimin e Albinës e vlerësoj shumë lart. Ajo jep një kontribut të çmuar për gjithë shoqërinë tonë qytetare, sepse ndihmon njerëz nga Shqipëria dhe nga vende të tjera që të gjejnë vendin e tyre në Mösingen, të përshtaten mirë dhe të integrohen. Ky është një kontribut shumë i vlefshëm. Ne dëshirojmë që edhe në të ardhmen të nderojmë njerëz nga Shqipëria, nëse na propozohen. Kur njerëzit në Mösingen angazhohen për të tjerët edhe vinë nga Shqipëria dhe propozohen për këtë, atëherë do t'i nderojmë në të njëjtën mënyrë. Jam shumë krenar për bashkëshorten që sot mori shpërblimin për punën që e bën. Nuk është e lehtë edhe për të, po e bën me vullnet, me dashuri për çdo gjë që e bën. Dhe do ta ketë gjithmonë mbështetjen time, dhe gjithë familjes për kontributin që e jep për gjithë komunitetin shqiptar. Ne emër të shoqatës Malësia, Albin që urojmë suksese, i falenderojmë komunën e Mösingenit për këtë mirënjohje që din të vlerësojnë punën dhe kontributin që po e jap si mësuese në mësimit plotësues në gjuhën shqipe. Andaj ka përkraje në shoqatës në maksimum. Dijem të jetë i lumtur është një moment me të vërtetë mbreslens që sot kemë arrit një nivel të tillë komunitetit gjerman të ndërlime mirënjohje, domethënë një mësuese shqiptare është hera e parë që përjetojmë një gjë të tillë dhe është me të vërtetë një moment që me cilën duhet jemi të gjithë krenarë dhe të lumtur. Në emër të shoqatës të prindve, i urojmë mësuesës tonë Albinës suksese gjatë gjithë jetës. Do ta ketë gjithmonë përkrarjen tonë si prindër urime Albina suksese. Albina na nderoi me këtë aktivitet e unë ja uroj, jam shumë krenar si kemi kësi mësuese aktive në këtë komunën Mösingen, edhe përshtypjen e ndihmën e teme me familjarisht edhe gëzona si i qej fëmijët në shkollë shqipe. Urime mësuese dashur.